Në këtë edicion do të ndihni. Me ceremoni shtetërore, sot Abdullah Hoti ja ka dorëzuar detyrën kryeministrit të zgjedhur Albin Kurti. Po ashtu sipas protokollit shtetëror, Kurti ka pranuar nga ish kryeministri Abdullah Hoti edhe raportin dhe dosjen e punës. Kryeministri sapo zgjedhur Albin Kurti i ka mbledhur në takim ministrat dhe zëvendës kryeministrat e tij në ditën e parë të punës në krye të ekzekutivit. Në këtë mbledhje solemne mesjerash Kurti ka thënë se duhet përvjell mëngët e t'i përvishëm punës që i pret të gjithë. Në 24 orët e fundit në Kosovë nga koronavirusi kanë humbur jetën 10 persona, ndërsa janë konfirmuar 705 raste të reja. Në komunën e Gjakovës kanë dalur 30 raste të reja me COVID-19. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Me ceremoni shtetërore, sot Abdullah Hoti ja ka dorëzuar detyrën kryeministrit të zgjedhur Albin Kurti. Po ashtu sipas protokollit shtetëror, Kurti ka pranuar nga ish kryeministri Abdullah Hoti edhe raportin dhe dosjen e punës. Abdullah Hoti sipas protokollit shtetëror me ceremoni shtetërore i ka dorëzuar detyrën kryeministrit të zgjedhur Albin Kurti. Një veprim të tillë nuk e kishte bërë Albin Kurti kur Abdullah Hoti u bë kryeministër. Kurti, qeveria të cilit u rrëzua vetëm pas 51 ditësh në pushtet, kishte thënë se nuk mund ta pranonte atë që kishte shkarkuar vet. Albin Kurti kishte shkarkuar Abdullah Hotin nga posti i zëvendës kryeministrit vetëm pak orë pasi ishte shkarkuar qeveria e tij me 25 mars pas mocionit të mosbesimit të iniciuar nga partia e Isa Mustafës, me të cilin vetvendosi ishte në koalicion qeverisës. Gjatë ditës së sotme, kryeministri i zgjedhur Albin Kurti ka pranuar nga ish kryeministri Abdullah Hoti raportin dhe dosjen e punës. Dorëzimi i këtij raporti nga ish kryeministri është bërë në kuadër të ceremonisë së dorëzimpranimit të detyrës së kryeministrit. Përndryshe, Albin Kurti është zgjedhur kryeministri i vendit të hënën me 67 vota të deputetëve. Ndërsa pas kësaj ceremonie, kryeministri sapo zgjedhur Albin Kurti i ka mbledhur në takim ministrat dhe zëvendës kryeministrat e tij në ditën e parë të punës në krye të ekzekutivit. Në këtë mbledhje solemne, mesjerash Kurti ka thënë se duhet përvjellë mëngët e t'i përvishëm punës që i pret të gjithë. Kryeministri Albin Kurti para kabinetit qeveritar në mbledhjen solemne tha se vendi gjendet në krizë shëndetësore. Ai ka thënë se duhet vepruar me urgjencë të ulën rastet dhe vdekjet e reja si rezultat i COVID-19. Sipas tij, balancimi i tyre duhet të bëhet përmes një plani konkret. Tash është koha që ju të dëshmoni para qytetarëve se në pozitat që jeni vendosur, që jemi vendosur, jemi meritor. Ai ka thënë se duhet vepruar shpejt që të ndalen humbjet financiare. Në ndërmarrjet publike duhet të ketë auditime dhe vlerësim të performancës. Kurti ka thënë se duhet përvjell mëngët e t'i përvishën punës që i pret të gjithë. Në këtë javë do të takohemi në mbledhjen e punës ku menjëherë do të marrim vendimet e nevojshme. Qeveria Kurti 2 do të ketë 15 ministri, nga ta 8 antar të lëvizjes vetëvendosje. Sipas kabinetit të prezantuar nga Albin Kurti, 5 ministri do drejtohen nga gratë. Ushtruesi detyrës së presidentit njëherë është edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, bashkë me kryeministrin e sapo zgjedhur Albin Kurti kanë bërë homazhe dhe kanë vendosur kurora me lule në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Ushtruesi i detyrës së presidentit, njëherë është edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, bashkë me kryeministrin e sapo zgjedhur Albin Kurti, kanë bërë homazhe dhe kanë vendosur kurora lulesh në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Dy bartësit institucional thanë se përkujtimi i lavdisë dhe sakrificës së jasharajve duhet të jetë gjithmonë dhe çdo herë kur marrin detyra të rëndësishme shtetërore. Konjufca tha se Prekazi është vendi ku ringjall kombi shqiptar. Meqense se ky është vendi ku në vitin 1998 kombi shqiptar u ringjall. Edhe sakrifica e madhe e familjes Jashari e lëvizi krejt botën dhe e bëri botën që të rreshtohet në anën e interesit të kombit shqiptar. Prandaj pikërisht për këtë arsye do të jetë i përhershëm e i përjetshëm kujtimi i gjithë kombit shqiptar për këtë sakrificë të madhe
të familjes Jashari. Ndërsa Kurti tha se Prekazi është kryeqyteti i kryengritjes shqiptare. Çdo herë kur marrim detyra të rëndësishme shtetërore, çdo pozitë e lartë institucionale duhet të themelohet mbi kthimin dhe rikthimin tek Jasharajt dhe tek Prekazi, tek ky kryeqytet i kryengritjes sonë kombëtare. Falenderues për këtë vizitë u shpreh djali i Hamzi Jasharit, Bekimi, i cili dhe është kryetari i komunës së Skenderajt. Ai po ashtu ju uroi sukses në pozitat e reja Konjuftës dhe Kurtit. Edhe si kryetari i komunës, por edhe si antar i familjes Jashari, dhe t'ju uroj shfrytëzoj rastin këtu para jush që t'ju uroj detyrën e re, një mision me shumë sfida, me shumë vështirësi, me shumë telashe të mëdha që presin vendin tonë gjithandej. Uroj të kemi shëndet të gjithë së bashku neve si popull, si qytetar, por edhe këta si lider dhe udhëheqësa të vendit që kenë sukses dhe vendi ynë të ecë përpara. Kryeministri sapo zgjedhur Albin Kurti sot mori detyrën e të parit të ekzekutivit, ndërsa Konjufca dje u zgjodh kryetari i kuvendit nga të zgjedhurit e popullit. Me të marrë këtë detyrë, Konjufca u bë automatikisht dhe ushtrues detyre i presidentit. Pas votimit të qeverisë pritet të votohet edhe zgjedhja e presidentit. Pika 4 e neni 86 thot se zgjedhja e presidentit bëhet me 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit. Nëse në votimin e tretë asnjëri kandidat nuk merr shumicën e votave, kuvendi shpërndahet dhe shpallën zgjedhjet e reja, të cilat duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Ne kemi intervistuar qytetarët nga komuna e Gjakovës se nëse nuk zgjidhet presidenti, a duhet Kosova të shkojë në zgjedhje. Shumica e qytetarëve janë shprehur se vendit i kushton shumë të shkojmë në zgjedhje. Dje në Republikën e Kosovës është votuar qeveria Kurti D. Së shpejti pritet të bëhet edhe zgjedhja e presidentit. Nëse nuk bëhet kjo zgjedhje, atëherë vendi ynë do të shkojë në zgjedhje. Ne kemi pyetur qytetarët e komunës së Gjakovës se çfarë mendojnë, a duhet që të shkojë Kosova në zgjedhje. Po do dalim për arsye se ka nevojë për kryetar vendi jonë, edhe për udhëheqje të mirë. Do dalim në zgjedhje se ne ka lypi më dal këto zgjedhje të posa, jo zgjedhje më sikur kanë bërë përpara. Nëse vendi shkon në zgjedhje, do dalim në zgjedhje. Gjithsesi, edhe nëse vendi shkon në zgjedhje, dihet edhe gjyqja jemi din se shkon për inati personale. Jo që është e domosdoshme. Se zgjedhjes do 6 muaj nuk e kem luksin për ata. U po atje. 2 partit humbse nuk e votuar atë kryetarin e kuvendit të Kosovës. Nuk ishte mirë. Turpisht. Edhe qytetarë të tjerë mendojnë që Kosova nuk duhet të shkojë në zgjedhje sepse kjo i kushton vendit. Qef nuk kam më bo prapë zgjedhjet, se kjo i kushton bukur shumë Kosovës. Për këtë arsye e lusim Zotin që të zgjidhet presidenti më shpejt edhe në mënyrë sa më favorshme për gjithë. Se sa i përket zgjedhje edhe herë unë nuk do të dal. Ne jemi lodhë me zgjedhje, përsëritim zgjedhje pas zgjedhjesh, presidenti është zgjedh, derisa është zgjedh me 450.000 vota, shka mund të flasim tash. Unë nuk jam për zgjedhje të reja. Zgjedhjet kanë përfunduar dhe votat ju kemi dhënë. Nëse shkohet në zgjedhje, partitë opozitare do të pësojnë më shumë se herën e fundit, kështu janë shprehur disa qytetarë. Me votu gjithsesi, obligim qytetar do të dalë. Pra inshallah zvje puna për zgjedhje se shpenzime koti. Punë koti. Qeveria u zgjell, fatmirësisht. S'peshon e arsye pse edhe presidenti mos u zgjell. Nuk na konvenon me shku vendin zgjedhje, se edhe rrethonat i kemi popullit që shi kemi. Duhet më gjetë një konsensus diçka partit me bërë se shqiptari me gjithë. Por nëse shkon vendin zgjedhje, nuk e bje mirë këtinve. Sa s'pragus do të kalojnë. E do të fidon alë ma te për gjujnë ujën në mullit të Albin Kurtit.
Pika 4 e neni 86 thotë se zgjedhja e presidentit bëhet me 2/3 e votave të të gjithë deputetëve të kuvendit. Nëse në votimin e tretë asnjëri kandidat nuk merr shumicën e votave, kuvendi shpërndahet dhe shpallen zgjedhjet e reja, të cilat duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Vazhdojmë edicionin me informacione të tjera. Në 24 orët e fundit në Kosovë nga koronavirusi kanë humbur jetën 10 persona, ndërsa janë konfirmuar 705 raste të reja. Në komunën e Gjakovës kanë dalur 30 raste të reja. Për më shumë të ndjekim raportin. Gjatë 24 orëve të fundit në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës dhe laboratorët privat me metodën RT-PCR, si dhe laboratorët publik dhe privat me metodën Rapid, janë testuar gjithsej 3922 mostra të marra nga SHSKK dhe zhurmimi i kontakteve të rasteve në terren, prej të cilëve rezultojnë 705 raste pozitive. Brenda 24 orëve janë raportuar 10 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv, ndërsa në komunën e Gjakovës kanë dalur 30 raste të reja. Edhe Spitali i Përgjithshëm i Zagreza në Gjakov po vazhdon të trajtojë pacientët të infektuar me COVID-19. Bazuar në raportin e spitalit, gjithsej janë 92 pacientë të hospitalizuar që po trajtohen për COVID, ndërsa 79 pacientë janë të konfirmuar COVID-19 pozitiv. Pastaj 4 pacientë të konfirmuar negativ, 9 pacientë pa konfirmuar, 56 pacientë me oksigjenoterapi, 2 pacientë në CPAP mask dhe 1 pacient në respirator. Kurse prej stafit të spitalit COVID pozitiv janë 9 persona, 4 mjek, 3 infermierë dhe 2 nga stafi administrativ. Nga Shqipëria janë 15 pacientë që po trajtohen për COVID-19. E numri të infektuarve me COVID-19 në mbar vendin është rritur dukshëm. Bazuar në këtë, inspektoriati komunal po vazhdon inspektimet në të gjitha bizneset për të parë nëse po respektohen masat për mbrojtje ndaj COVID-19. Edhe policia rajonale mbikëqyr procesin e respektimit të masave anti-COVID, me rast kur hase në shkelje të tyre nga qytetarët të njëjtit gjobiten. Numri të infektuarve me COVID-19 në mbar vendin ka filluar të rritet dukshëm kohëve të fundit. Inspektorati komunal po vazhdon inspektimet në të gjitha bizneset për të parë nëse po respektohen masat për mbrojtje ndaj COVID-19. Inspektorët në vazhdimsi janë duke kryer inspektime në për shoqëri tregtare apo biznese në komunën e Gjakovës. Vetëm gjatë kësaj periudhe janë shqiptuar mbi 20 gjoba. Vetëm gjatë kësaj jave janë mbyll 3 biznese, për shkak se të njëjtit në vazhdimsi kanë përsërit shkeljet e masave anti-Covid. Ato lokale janë mbyllur deri në vendimet tjetër të inspektoratit. Njëjta do të mbikëqyren nëse po respektohen apo nuk po respektohen. Tutje Hoxha tregon cilat janë përgjegjësitë e këtij dikasteri si dhe policisë, pasi që një person konfirmohet pozitiv. Ata persona mbikëqyren, më thënë drejt për shkak të mungesës kapaciteteve njerëzore, e kem pamundur që të përcjellim të gjitha në përvend banimet e tyre, po të njëjtën gjë bën edhe policia, mbikëqyren. Deri më tash kemi pas 2 raste ku personat të cilët kanë rezultuar me COVID pozitiv kanë thyer këto rregullat, ndaj të njëjtëve janë shqiptuar gjoba të parapara me ligjin për anti-COVID. Sa është gjoba për këtë shkelje? Gjoba është 500 euro. Për të njëjtin rast mund të hapet edhe procedurë penale nga ana e policisë apo prokurisë. Edhe policia rajonale mbikëqyr procesin e respektimit të masave anti-Covid, me rast kur hasën shkelje të tyre nga qytetarët të njëjtit gjobiten. Policia e stacionit policor Gjakov gjatë muajit mars për masat anti-Covid ka shqiptuar 435 gjoba, të cilat i kanë shqiptuar ndaj qytetarëve të cilët nuk kanë respektuar masat anti-Covid të rekomanduara nga IKSHPK-ja. Ndërsa sa i përket procedurës prej kur një pacient konfirmohet me COVID pozitiv, çysh shkon matutje procedura? Zakonisht pacientët që rezultojnë pozitiv, instituti do të i dërgon të dhonat përmes adresës elektronike dhe ne kemi një databazë ku mbajmë të gjithë evidencën e personave të infektuar dhe personave të cilët janë shëruar. Pastaj do të sipas nevojës ne edhe mund të vizitojmë dhe të shohim se sa po respektojnë masën e vetë izolimit apo masën e caktuar nga instituti. Lumi theksoi se janë në bashkëpunim të vazhdueshëm me inspektoratin komunal për të siguruar që si qytetarët ashtu edhe bizneset i respektojnë masat për mbrojtje ndaj virusit COVID-19.
Bazuar në situatën e tanishme ku kemi ndryshim të kushteve atmosferike, Policia e Kosovës apelon tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik, në veçanti shoferëve të automjeteve për kujdes të shtuar, përshtatje të shpejtësisë me kushtet atmosferike dhe me gjendjen e rrugës. Për shkak të rreshjeve të borës dhe ndryshimeve atmosferike janë paraqitur vështirësi në komunikacion, por përkundër kësaj, sipas komandantit të stacionit policor në Gjakov, major Milazim Lumi, numri i vogël i aksidenteve janë paraqitur në drejtorinë arenale të policisë. Aksidentet kryesisht kanë qenë me dëme materiale dhe kanë ndodhur në zonat rurale. Fatmirësisht në komunën e Gjakovës nuk ka pas aksidente me numër do më të shtumë, po ka qenë aksidente të një rutine, do të thotë aksidentet të cilat kanë qenë në komunë, do të ne ka qenë me lëndime, vetë aksident, lëndime të lehta trupore, ndërsa me dëme materiale kanë qenë 3 aksidente. Major Lumi ka apeluar tek qytetarët që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë ngasjes në rrugë. Vozhësit të kenë kujdes, sidomos në këto ditë kur kemi më të ndryshueshëm, që t'i partin pajisit dhe nëse është e nevojshme në orët e vola apo në orët e hershme të mëngjesit kur kanë ngricat t'i vendosin pajisit dimrore dhe edhe njëherë që t'jetë vozitje e kujdesme duke ju përmbajtur rregullave të komunikacionit. Policia e Kosovës apelon tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik, në veçanti shoferëve të automjeteve, për kujdes të shtuar, përshtatje të shpejtësisë me kushtet atmosferike dhe me gjendjen e rrugës. Federata e Futbollit të Kosovës ka prezantuar fanelat dhe logon e re të përfaqësueses për fushatën kualifikuese të botrorit Katarit 2022. Prezantimi i tyre është bërë një konferencë për media në stadiumin Fadil Vokri. Në një konferencë për media, Federata e Futbollit të Kosovës sot ka prezantuar fanelat dhe logon e re të përfaqësueses për fushatën kualifikuese të botrorit Katarit 2022. Ndërimi i logos ka qenë nisja e ribrandimit dhe lartësimit të futbollit kosovar. UEFA ja ka bërë dhuratë këtë logo Kosovës. Bakir Buri, nënkryetari i FFK-s, tha se besojnë se logo re është e qelluar dhe do t'i sjellë fat përfaqësueses së Kosovës. Neve veç na ka pëlqyer dhe besoj se është e qelluar. Ka simbolet tona që mendoj se një emblem duhet të ketë. Shpresoj që me këtë emblem dhe këto fanelat kemi fat në këtë kompeticion dhe vazhdimësi edhe kompeticione të radhës. Kryetari i tifozëve Dardanët Lulzim Berisha tha se me këtë logo është kthyer edhe simboli Dardan. Kemi kontribu për rebrandimin e logos bashkë me Federatën e Futbollit, që është më e rëndësishme është që është kthy ngjyra që kemi dhënë gjithë. Është kthy ngjyra gold se poshtë radhëtor e fotografojnë një logo në ngjyrë të zezë, po i çfarë rekomanduar me pa ngjyrën, që është kthy gold dhe simboli Dardan. Alba Morina tha se në logo është dielli ose rrethi si simbol i vetëm Dardan, që tregon diçka të fuqishme. Ndrimi i logos ka qenë piknisja e këtij procesi, por ribrandimi nuk do të mbaroj këtu. Shumë punë kemi kryer, por akoma më shumë punë rreth ribrandimit na pret në të ardhmen. Krejt kjo në mënyrë që ta lartësojmë sa më shumë emrin e futbollit kosovar. Kosova të mërkurën luan ndeshje miqësore në Prishtinë kundër Lituanisë, ndërsa më 28 mars luan kundër Suedisë në Prishtinë, ndeshje kjo e vlefshme për kualifikimet e botrorit 2022. Pas Suedisë, Kosova ndeshjen e radhës për kualifikimin e botror e luan më 31 mars kundër Spanjës në Sevilla. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet më kryesore të këtij edicioni.
Me ceremoni shtetërore, sot Abdullah Hoti ja ka dorëzuar detyrën kryeministrit të zgjedhur Albin Kurti. Po ashtu sipas protokollit shtetëror, Kurti ka pranuar nga ish kryeministri Abdullah Hoti edhe raportin dhe dosjen e punës. Kryeministri sapo zgjedhur Albin Kurti i ka mbledhur në takim ministrat dhe zëvendës kryeministrat e tij në ditën e parë të punës në krye të ekzekutivit. Në këtë mbledhje solemne me sjera Kurti ka thënë se duhet përvjell mëngët e t'i përvishëm punës që i pret të gjithë. Në 24 orët e fundit në Kosovë nga koronavirusi kanë humbur jetën 10 persona, ndërsa janë konfirmuar 705 raste të reja. Në komunën e Gjakovës kanë dalur 30 raste të reja me COVID-19. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë vizitoni portalin syrivizvision.tv. Mirupafshim.